Irani po përjeton një nga valët më të rënda të protestave antiqeveritare në dekada. Prej këtyre protestave, mësohet se ka pasur viktima dhe bilanci vion të rritet ndjeshëm. Sipas të dhënave të fundit, të paktën 648 protestues kanë humbur jetën dhe rreth 10.700 persona janë arrestuar gjatë përleshjeve me forcat e sigurisë. Në këtë klim tensioni, Shtëpia e Bardhë ka reaguar ashpër. Përmes një deklarate zyrtare, u bë e ditur se presidenti i SBA-s, Donald Trump, nuk ka frikë të përdor forcën kundër Iranit, megjithse administrata amerikane thekson se diplomacia mbetet opsioni i parë. Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Caroline Leavitt, deklaroi se Teherani po i dërgon Washingtonit sinjale kontradiktore, ndryshe nga retorika e ashpër publike. Sipas saj, presidenti Trump po mban të gjitha opsionet në tryez, përfshirë edhe ndërhyrjen ushtarake, nëse situata përshkallëzohet mëtej. Gjithashtu, Shtetet e Bashkuara u kanë bërë thirrje urgjente qytetarëve të saj që ndodhen në Iran të largohen menjëherë nga vendi. Ambasada virtuale amerikane paralajmëroi për rrezik të shtuar dhune, arrestimesh masive, bllokime rrugësh, ndërprerje të transportit publik dhe kufizime të internetit, duke këshilluar përdorimin e rrugëve tokësore drejt Turqisë ose Armenisë. Situata ka nxitur reagime edhe nga aktorë të tjerë ndërkombëtar. Ushtria izraelite ka reaguar ndaj paralajmërimeve të Iranit për sulme të mundshme në rast se Shtetet e Bashkuara apo Izraeli do të ndërhyjnë në zhvillimet e brendshme të vendit duke mbështetur protestat antiqeveritare. Sipas raportimeve nga mediat ndërkombëtare, forcat mbrojtëse të Izraelit deklarojnë se ndodhen në gjendje gatishmërie mbrojtëse, por theksojnë se demonstratat në Iran përbën një çështje të brendshme të Teheranit. Megjithatë, autoritetet ushtarake izraelite po monitorojnë nga afër situatën dhe po kryejnë vlerësime të vazhdueshme të rrezikut. Në një reagim publik në rrjetet sociale, zëdhënësja e ushtrisë izraelite, General Brigad Efi Defrin, u shpreh se IDF është e përgatitur për çdo zhvillim të paparashikuar. Ajo nënvizoi se forcat izraelite janë në gatishmëri për mbrojtje dhe do të informojnë për çdo ndryshim të rëndësishëm në situatë. Tensionet mes Izraelit dhe Iranit mbeten të larta, veçanërisht mbas përplasjes 12 ditore të verës së kaluar, kur Izraeli ndërmori sulme ndaj infrastrukturës bërthamore iraniane. Gjatë atij konflikti humbën jetën rreth 1200 shtetas iranian dhe 30 izraelit. Presidenti amerikan Donald Trump ka rritur ndjeshëm tonet ndaj Iranit duke njoftuar vendosjen e tarifave të reja ndëshkuese për çdo vend që vijon marrëdhënie tregtare me Teheranin. Sipas deklaratës së tij, çdo shtet që bën biznes me Republikën Islamike do t'i nënshtrohet një tarife prej 25% në të gjithë tregtinë me SBA, mas që hyn në fuqi menjëherë. Njoftimi u bë publik përmes platformës Truth Social, ku Trump e cilësoi vendimin si përfundimtar, pa dhënë detaje shtesë mbi mekanizma ligjor apo mënyrën konkrete të zbatimit. Irani ndodhet prej vitesh nën sanksione të rënda amerikane, por paralajmërimi i fundit shënon një fazë të re të presionit, duke zgjeruar pasojat edhe ndaj partnerëve të tij tregtar dhe duke rritur rrezikun e përshkallëzimit ekonomik dhe politik në arenën ndërkombëtare.